Po të ishte prioritet, këtu ishtë dash më konë edhe kryetari për parim Rama dhe me na tregu pse nuk ka as pak fokus në këtë çështje. Ma i madhi, familjeve që në zhirin e tyre kanë persona me autik, pra janë krye qytet, edhe situata për fat keq është alarmante. Por pyetja thelbësore që sot duhemi me shtru është, apo flasim për mirëqenie sociale reale të qytetarëve të Prishtinës, apo thjesht për një dokument formal. Kur e shohim më thellë po të njëjtin dokument, e shohim se mbi 50% e këtyre aktiviteteve pritet që të realizohen nga organizatat e shoqërisë civile. Kjo qasje e trajton shërbimin social sikur të ishte një shërbim teknik që mund të blihet në treg. Mirë, po shërbimet sociale nuk janë outsourcing dhe këtë duhet ta kemi vat në vesh. Ato janë përgjegjësi themelore e shtetit dhe komunës. A është themeluar tashmë organi kujdestarisë për raportim në Prishtinë dhe nëse jo, pse nuk është paraparë në këtë plan? Pse dhoma miqësore në Prishtinë vazhdon të ketë qasje vetëm të pjeshtme? Si do të implementohen objektivat kur vetë plani pranon që kapacitetet janë të pamjaftueshme? Sa punëtor social do të shtohen konkretisht? Kur do të ndodhë kjo dhe me çfarë profile profesionale? OJC-t vetë kanë theksuar mungesën e shërbimeve bazike në parandalim, rehabilitim dhe reintegrim. Po flasim për kategori shumë të ndjeshme, fëmijë në punë të rënda, përdorues të substancave, persona me aftësi të kufizuara, viktima të dhunës dhe njerëz në moshë. Në Kosovë nuk ekziston një grant specifik për shërbime sociale dhe familjare, e i cili pastaj do të na leconte punën jashtëzakonisht shumë si drejtori dhe si kryeqytet. Njësoj si që ka arsimi dhe shëndetësia, dhe ne nuk do duhet të orvateshim se ku të gjejmë do pare dhe si të bëjmë subvencionimin e shërbimeve që i ofrojmë. Si dhomat miqësore janë shumë të qasshme në secilën qendër për punë social dhe nuk e di ka e ke marrë këtë informat. Janë të rregulluara, i kemi bërë me infrastrukturë të re dhe gjithçka tjetër. Dhe dhomat miqësore ku fëmijët kontaktojnë me prindet e tyre të cilët janë të divorcuar, janë plotësisht në përputhje me standardet. Mirëqenia sociale të qytetarëve të Prishtinës, lutem kuptoje që nuk jemi rival, jemi bashkë. Po flas për gjendjen e qytetarëve të Prishtinës edhe për mënyrën që ofrohen shërbime sociale, sepse kur gratë po vriten nëpër rrugë, kur po ka raste të dhunës ndaj fëmijëve, secili prej neve po çohet me gojën plot moral. Thutim ku nuk ekziston granti për shërbime sociale, lutem 150 milion euro buxheti ka komuna e Prishtinës. Po të ishte prioritet, këtu ishte dash më konë edhe kryetari për parim Rama dhe me na tregu pse nuk ka as pak fokus në këtë çështje. Po flasim për kryeqytetin që duhet më konë shembull për krejt Kosovën. Numri më i madh i familjeve që në zhirin e tyre kanë persona me autik, pra janë kryeqytet, edhe situata për fat keq është alarmante. Për faktin që në vitin 2010 ne në 100 fëmijë kanë qenë autik, ndërsa sot 1 në 31. Kështu që kjo rritje alarmante nuk bën u injoru.